nëse ju e uro ju pite para. Gjithë të bashku, qerta quhet, hyjen këteni. Avullodhën, o arkonjën, gjitha emër, leta quaj riti i. Se nëse bona në ritmë nuk do tjetë, ritmi i nuk do të mbjetoj. Dhe nëse bona do të eksistoj, ritmi i do të shkatroj. E në tenge dhe ritmi vet, dhe askush nuk do ta dëgjoj. Dhe rastini po të shpet, qërsa ritmi do t'filloj. Leta quaj ritmi i. Ritmi i për tore më merë, si dy petalozin bashk. Mos u tremni nga ky ndryshim, është furia ritmi tim. Ritmi i për tore më merë, si dy petalozin bashk. Gjithësi silva gjë sinjal, Përshëndetje. Jo rastësisht ndodhim këtu. Sapo kam mbaruar së kënduari simfoninë e ritmit për t'ju uruar sipas mënyrës sime mirëseardhjen. Dhe ju tashmë të gjithë e dini që në datat 7, 8 dhe 9 qershor, 7, 8 dhe 9 qershor, 7, 8 dhe 9 qershor, 7, 8 dhe 9 qershor. Ne do të jemi drejt për drejt nga salla e Pallatit të Kongreseve për të ndjekur së bashku festivalin Këngët e Stinës 2001. Janë 31 këngëtar të rinj. Ata do të jenë 16 natën e parë, sonte pra, 15 natën e dytë dhe 18 finalistë të natës 9 qershorit. Një duar trokitje sepse meritojnë. Janë vërtet të rinj. Janë të rinj, por jo të tërë janë pa eksperienca të mëparshme në përskenat e festivaleve, sepse të jesh i ri nuk do të thotë të jesh pa eksperiencë. Megjithatë duar trokitjet ato kanë nevojë shumë për duar trokitjet tuaja, sepse ju i falni ngrohtësi. Gjatë këtyre 3 netëve ne do të zhytemi në detin e thellë të ritmeve dhe të tendencave më të fundit muzikore. Do të këndohet këtu muzikë alternativ, pop, hip hop, dance e të tjerë. Dhe në këtë moment po ju them se kam kënaqësinë të ftoj në hapjen e natës së parë të festivalit Këngët e Stinës 2001 grupin e parë konkurrues, të cilët siç kanë dhe emrin e tyre, kanë dhe muzikën e tyre. Dhe ata janë Rino Ritëm. Mirë se erdhët.
Atëherë, grupi Rino Ritëm do të këndoj sot këngën e tyre të parë në këtë konkurrim, që quhet Ëndër e vërtet. Teksti dhe muzika Rino Ritëm, e ka orkestruar Elvin Muço, këndojnë vetë ata Rino Ritëm. Që titullohet Ditët e Rinis. Dhe vërtet, me këngën e tyre, me ritmet e këngës tyre, na quan pak, na dërguan pak në atmosferën që vetëm plazhi, freskia bregdetore do të mund na falë. Do të më falni dhe për lapsuset, është vërtet një kënaqësi që jam përballë jush dhe sidomos të prezantosh të rinj me këngët e tyre
Është një kënaqësi e madhe dhe goxha përgjegjësi. Faleminderit. Dhe duke qenë se të tërë, sidomos në këtë moment e kemi nevojë të freskohemi disi, do të kishim dëshirë të gjendeshim pranë Bregdetit. Saranda. Ne sjellim një përfaqësuese të denjë të Sarandës këtu. Ajo është Brunilda Bajrami. Përshëndetje nga Saranda. Na bëhet qefi që shoqja jon Brunilda po merr pjesë në festivalin e këngëve të Sfinës. Ne jemi shoqet e klasës së saj dhe vazhdojmë për biznes. Ne menduam se Brunilda do të bëjë një biznesmene e mirë, por me sa duket ajo ka dhe një dhunti tjetër që është muzika. Sukses Brunilda. Brunilda, një zë thërret, dhe thot se muzikën e këngës që ti do këndosh e ka bërë Bexhet Shena. Një zë thërret dhe ne kuptojmë se tekstin e ka bërë Anastas Nika. Dhe një zë thërret dhe ne kuptojmë se Francesc Radi ka orkestruar këngën që ti do këndosh. Me titull Një zë thërret, Brunilda Bajrami. Që është ky zë që më dhëriste, zë i largët i malluar, një të dalë vjen malële, që bëre i ku je. Sarande bukur ku atë qëndrim, ku fola nane baba, pulvernaje do ke joni, Saranda, hej Saranda, nga kukuri një legjende, dhe lona e i vjendroj, e pasire je fshi e djeli, e thot më nesër shto agoj, o Saranda, o sona thone, as një qas nuk të haroj, shumë prova e më mungoj, e të këty do pret ky shpirtim, lem të eci unë në përshkalla, të kujtoj po thjeru i far, të një dashurin e lënë, të fusarin dialo per moj Sarand. Sarande bukur ku atë qëndrim, ku fola nane baba, pulvernaje do ke joni, Saranda, hej Saranda, nga kukuri një legjende, dhe lona e i vjendroj, e pasire je fshi e djeli, e thot më nesër shto agoj, o Saranda, o sona thone, as një qas nuk të haroj, shumë prova e më mungoj, e të këty do pret ky shpirtim, lem të eci unë në përshkalla, të kujtoj po thjeru i far, të një dashurin e lënë, të fusarin dialo per moj Sarand. Dhe mbrita unë në një natë, janë zërat tanë shumë afër, me dashuri po bitetoj në qytetin. Erdha, o Saranda, o sona thone, as një qas nuk të haroj, shumë prova e më mungoj, e te këty do pret ky shpirtim, lem të eci unë në përshkalla, të kujtoj po thjenu i var, të një dashurin e lënë, të fusarin dialo per moj Sarand. Një zë thërret, Brunilda Bajrami. Diçka e re ka ndodhur. Jo vetëm Zhaku dhe Kristi janë dy personazhe të cilët nuk mbajnë mbiemër pas emrit, por edhe këngëtarët që do të vinë pranë meje tani. Ata janë Rudi dhe Blerta.
Unë quajmë Blerta Borici, jam në shkollën e mesme, pikërisht në vitin e 3 për degën anglisht. Kjo është hera e parë për mua që marr pjesë në një festival kaq prestigjos si ky dhe pa diskutim në bashkëpunim me Rudin. Besoj që kënga jonë do të pëlqejet nga publiku shqiptar, pasi të paktën për mua kjo është gjëja më e rëndësishme. Faleminderit. Unë jam Rudi, 20 vjeç, rapist Shkodran, është hera parë që marr pjesë festival, nuk ka inshallah, unë jam i sigurt që do dalim mirë. Rapistët Shkodran, pra Rudi dhe Blerta, vinë me këngën që titullohet Skep se mendohesh, me tekst të Rudi dhe Blertës, me muzikë të Rudit dhe orkestrim të Jetmir Mehmetit, ne do të dëgjojmë Skep se mendohesh. Rudi dhe Blerta! Ndoshta ndikohem nga mënyra se si vepron, që t'fillon një recitim plot pasion, shot vetër në fytyrë pyes veten a ka lloj gjë që shkon. Megjithse më një mirë ti hiqesh si indiferente, dhe pse nervoz më mundohem ty ta vjell një buzëqeshte, se e di se fami hedh sy, në studion dhe ti në heshtje, unë ta lexoj në sy, se vetë më provokon një djalë në një mision, qëllimi im të gjej atë që më mungon. Prandaj provoj një ndjenjën time, mos u fut mendime, pasioni një repisti Shkodran, shit të stilin e jetësime. E di se ke shumë pyetje në mendje, por ti lëri më njan, qetësohu më ke mua pranë, një të puthën e asgjë nuk na ndan. Pa frik, e bën çfarëdo që ti thua, të përqendruar duke fantazuar, një eksperiencë fantastike që ne s'kemi për të harruar. I ndezu nga lvizjet tua, pritet fjalëve që s'mi thua, ose shpëndon me mua, fshesh çdo gjë të dukemi qet, megjithëse dishim nga brenda unë mbytem djes, fura afrohem ftef të ftesë për një fes, tashmë në një pozitë të vështirë përgjigje për si ngrirë, prandaj edhe ti mendo mirë. Atëherë të gjithë meshkujt një sojanje, kështu mendoni ju dhe keni drejt, unë jam një nga ata, jemi sinqert, është e vërtet. Po mos u mërzit, mos rri me kokullur, mjafton të jemi bashk, e kjo s'vlen për ne dy, më shinë sigur të flas, e kam me ty. Ha! E me një putë ne mund t'jemi shok të mirë, ndoshta diçka më shumë, është më fort si e dëshirë, kështu e mendoj unë, ne mund t'jemi bashk, ose t'ham një darkë jashtë, vetëm në qiri, e plot gota me shampaj, në ndritën e hënës, sa atmosferën u mbaj. Ne mund dalim me makinë në mënyrë të tillë që t'imponojmë tjerë vezërin, unë siguroj që buzëqeshja i ngrin, nuk ka rëndësi që çfarë të tjerët thonë, sepse kontakti syve tonë më thot është e jote ajo që kërkon. Më duaj mua për dialektin tim, për natyrën që kam, diçka më shumë ti për gjithë këtë krim. E di se është gënjur nga dashuria, ajo është mister, por je pjesë e ëndrave të mia, ti je ëngjëll në ferr. Skep se mendosh për fjalët e mia, skep se heziton, ke nevojë për dikë, i vetmi që të kupton. Ke pranë, se nga ty si nan, diçka kanë, ta tinguj për ty janë, i të qonë por ti prap s'beson se dashuron, një repist Shkodran, i t'hesh të veqoj, e mundohem të kuptoj, ka shumë ti skep se mendohesh, për fjalët që mi thua, që ti më falësh mua, pra ka shumë ti skep se mendohesh, sytë e mi ke pranë, se nga ty si nan, e diçka kanë, ta tinguj për ty janë, i të qonë por ti prap s'beson se dashuron, një repist Shkodran. Unë t'hesh të dëgjoj, e mundohem të kuptoj, kaq shumë ti skep se mendohesh, për fjalët që mi thua, që ti të më falësh mua, prap kaq shumë ti skep se mendohesh. Sytë e mi ke pranë, e nga ty si ndan, diçka kanë, këta tinguj për ty janë, i dëgjon, por ti prap s'beson se dashuron, një repist Shkodran. Ishin pra repistët simpatik Shkodran, Rudi dhe Blerta. Repistët simpatik Shkodran, Rudi dhe Blerta.
Dhe unë tani përfitoj nga rasti për të lajmëruar të gjithë fansat e muzikës hip-hop se Rudi ka nxjerr albumin e tij të parë, i cili titullohet Ja ku jam. Sukses e Rudi. Atëherë, unë do t'i lutesha publiku që është në sallë të më dhurojë një duar trokite të fuqishme. Nuk e dëshiroj këtë duar trokite për vete, por për këngëtaren e re, e cila merr pjesë për herë të parë në festivalin Këngës Timës. Edhe një duar trokite për këtë zotëri simpatik dhe gjithsesi të guximshëm, vjen e futet në skenë. Nuk e di që ka një skenar, një regjisor, një spektator që po pucët. Gjithsesi unë jam jashtëzakonisht i qetë, sepse gjithsesi në fundit ky zotëri është simpatik, interesant dhe ja vlen ta duar trokasim, se jo. Atëherë, siç thash pak më parë, do të ftoj tani në skenë një këngëtare të re, e cila merr pjesë për herë të parë në festivalin Këngët e Sinës 2001, dhe le ta prisim një duar trokite, le ta çlirojmë nga emocionet, nga turpi. Ajo quhet Etleva Ibrahimi. Ju urojmë Etlevës suksese. Etleva ka një veçanti, është shumë e qeshur me ne në klasë dhe urojmë Etlevës të jetë paqë e qeshur edhe në skenë. Titulli i këngës është Një vegim, muzika Petri Tërkuqi, teksti Demir Gjergji, orkestracioni Petri Tërkuqi, këndon Etleva Ibrahimi.
imazhe. Na kanë ftuar të imagjinojmë figura që konkretisht nuk I kemi parë asnjëherë. Për shembull, imagjinata ime për Sfinksin. Figura e tij si mund të jetë? Kështu. Grupi Sfinks. Nuk mund të them unë personalisht se e njoh shumë mirë grupi nga ana muzikore, por kam pasur mundësi për të njohur shumë mirë dy pjesëtarët e grupit, Geri dhe Andi, që kanë dhënë një kontributi shumë i madh te grupi rinore të Gjatrit. Atëherë mund të them se gjithmonë punojnë me dëshirë, me entuziazmi, e mendoj se me këtë dy vlera, dëshira e entuziazmi, ata kanë për të ecur shumë. Ata kur dëshirojnë që të arrijnë. Por pa tjetër, unë I uroj atyre që me grupi mund të ecë shumë. Grupi Sfinks vinë në këtë festival me një këngë që titullohet Në dhimbjen pa përgjigje. Me tekst dhe muzikë të Mirger Tushës, orkestrim të Andi Tushës, Sfinks në dhimbjen pa përgjigje. Të më jep jelam të mirë më fjalë. Unë shikoj e sytë e tu, e keqa shfaqe dhe fshi aty. Mbyll sytë dhe provoje të më ndjeje në errësirë. Zjasje dorën dhe më thoje, sytë janë krijuar për të parë ty. Është era fundi që unë qaj, që sytë lodo ti përzien bashkë. Fytyrën tënde me lotë mi unë do t'a lëve. Të prekton gjej sërish kaman, dhe unë në heshtje vazhdoj dhe qaj, në dhimbjen pa përgjigje o vajz. Është era fundi që unë qaj, që sytë lodo ti përzien bashkë. Fytyrën tënde me lotë mi unë do t'a lëve. Ti sërish do qash, sërish do qash, sërish do qash.
festival ne jemi mësuar të kemi një juri. Dhe ne kemi këtë juri. Ajo përbëhet nga emra të dëgjuar, shumë të dëgjuar të muzikës dhe të gazetarisë. Dhe me shumë kënaqësi po I prezantoj. Ato janë Gazment Mullahi, kompozitor. Alfons Gurashi, gazetar. Suzana Grashi, redaktore muzike pranë televizionit shqiptar. Endri Sina, kompozitor. Sonja Malaj dhe Dorina Nizami nga grupi Spirit Voice. Piro Çako, kantautor. Suzana Turku, mjeshtre e dirigjimit koral. Dhe kantautori dhe kryetari I juris Ardit Gjebrea, të cilit, ju lutem kam nevojë dhe për ndihmën tuaj. Do të kisha shumë kënaqësi t'ju uroja ditëlindjen sot. Gëzuar. Dhe për t'ju përshëndetur, ju juri e dashur dhe publikun, teleshikuesit dhe të tërë ata që na duan dhe I duam, do të ftoj fëmijët që mund të cilësohen si fëmijët më simpatik të kryeqytetit. Ata kanë përgatitur një kolazh muzikor, Adrian Hila e ka përgatitur këtë kolazh, me këngët më të suksesshme të viteve të festivaleve të organizuara në radio televizionin shqiptar. Me shumë kënaqësi prezantoj përpara jush grupin e fëmijëve të përgatitur nga Adrian Hila me kolazhin e tyre. Erdhi dashuria, ma erdhe dhe ti. Erdhi dashuria, nuk jam më fëmijë. Ndoshta një fjalë, një vëshvëllim as sinjal, një natë e bukur pa gjumë, një raje zemre më shumë, tani u rrit e më thot. Nuk të kalotër dashuria jon, vjen me vrape dhe troket dhe këngës jon. Ja ku të erdha të thot, dhe jeta duket më plot. Vajza, o moj vajza, dhe ju djem qa kën nga gondë, që qërmosh sa mos si prishni jo. Vajza që lulzoni, jetën zbukuroni, jeton dashuria jeton. Vajza, o moj vajza, dhe ju djem qa kën nga gondë, që qërmosh sa mos si prishni jo. Vajza që lulzoni, jetën zbukuroni, jeton dashuria jeton. Ik largohu nuk të njoh, ik largohu larti pe meje nuk të shoh. Brënda kësaj zemre, ik largohu o I panjohur, ik mos mirë mbek këto qaste, unë pranoj vek mirë. Vjetra me e lartë por I strada dhe një zëmëton. E zot si përvos si kalohet nata me mua së shion. Lekë të kesh ti qfar do pëntimi pasuri në bot. Edhe emër të mamë të tu parlamenti o mua s'ma me dot. Vjetra me e lartë por I strada dhe një
plotësisë tyre. Na ishte një herë. Sa po dëgjojmë këtë frazë, mendojmë se dikush do të na tregojë një përrall, ndërkohë që nuk është kështu. Na ishte një herë, dikush do të na e këndojë këtë përrall. Gentiana Xhaferi. Është hera e tretë që marr pjesë në këngët e Stinës. Shpresoj që fati dhe Zoti më ndihmoj, pasi nuk dua t'i shgënjej miq dhe të afërmit e mi. Mirë se erdhe Gentiana. Gentiana pra vjen me këngën që titullohet Na ishte një herë, me muzikë të Gentiana Xhaferit, tekst të Jorgo Papinqit dhe orkestrim të Adrian Hilës. Ne dëgjojmë Gentiana Xhaferin. Si fëmijë dhe nuk isha unë si ndryshova si borbarda në prallat me magji. Si borbarda në prallat me magji. Ëmbël fita gjunë bashkë me ty princim, u harruam në ëndër ne të dy. Të bestova ty, ti më falesh gënjim, princi kaltër nuk ishte më aty. Princi kaltër nuk ishte më aty. Thoje se më do, nuk e dija se gënjen, nga ta shumë dia u pervova. Thoje më beso, nuk e dija se gënjen, dhe asnjë herë nuk e shofa. Thoje se më do, nuk e dija se gënjen, dhe ëndrrën time ta durova. Thoja së besoj, ti më thoje që të do, dhe unë me shpirt të dashurova. Ëmbël dita gjunë bashkë me ty dashuri, ku përkunde në krah si fëmijë. Dhe nuk isha unë si ndryshova si borbarda në prallat e magji. Si borbarda në prallat e magji. Ëmbël fita gjunë bashkë me ty princim, u harruam në ëndër ne të dy. Të bestova ty, ti më falesh gënjim, princi kaltër nuk ishte më aty. Princi kaltër nuk ishte më aty. Thoje se më do, nuk e dija se gënjen, nga ta shumë dia u pervova. Thoje më beso, nuk e dija se gënjen, dhe asnjë herë nuk e shofa.
Ishte këngëtarja Gentiana Xhaferri. Atëherë, unë do të kisha dëshirë ta vazhdoja spektaklin me një tjetër këngëtare. Do më thënë, sigurisht që spektakli do të vazhdoj edhe pse zotëria është shumë këngulës dhe nuk e di se çfarë kërkon. Çfarë do? Të bëj një pyetje. Pyetje? Sikur të bëj një pyetje. Po tallesh. Atë të bëj një pyetje domethënë. Bëje. Bëje dhe? Apo të bëj një përgjigje. Bëj një pyetje, një përgjigje, çfarë të duash, nuk më intereson, vetëm të lutem më lëra atë. E po mirë, unë atëherë do të bëj një pyetje. Po bëje të shkretën. Po s'nxe? Nuk jam i nxehur, jam i çuditur. Kjo nuk ka lidhje as me korrupsionin, as me kontrabandën, as me kombëtarin numrin e futbollit, nuk ka lidhje. Mos u merr agosfare. Domethënë, sikur do ta bëj një pyetje në ty. Po çfarë ke ardhur për Duart Orkitit e publikut ja i more, po të përshëndesim gjithë dhe unë po të përshëndes me Duart Orkitit dhe... E po dëgjoj atëre. Unë do ta bëj pyetjen. Jo mos e bëj, fare. Bëj, të urdhëroj ta bësh me një herë. Re Kristi, si jeti me këto? Me çfarë? Me trute? Me trute, jo trute. Nuk i di akoma, nuk e di si ke trute, po të them, si e me këto flokët që bën në mënyrë pluraliste kështu, Mirë jam, se të pëlqen. Pse, pëlqen? Jo them ku i bën flokët, dua të pyes, se më intereson shumë. Vetëm për këtë ke ardhur, vërtet? Vetëm këto do të dish? Vetëm për këtë. Dhe do të më premtosh që pasi të ta tregoj do të nuk po them të zhdukesh, po të ikësh? Këtë do ta shoh, vazhdo. Ku i bën flokët? Okej. Gjykata Kasacionit? Ja, gjykatës. Gjykata Kasacionit, po. Përballë gjykatës Kasacionit. Një minutë. Është edhe i sigurt e dolla me skic. Nuk i mjaftojnë sekondat që po na humbasin edhe publiku është i çuditur çfarë do ky zotëri. Gjykata Kasacionit. Përballë gjykatës Kasacionit? Po. Parukeria tekatrore. E morave, janë 3 tabella atje. Riparim bicikletash. Po. Riparim frigoriferësh. Është dhe një tabellë e madhe, riparim koke. Në rregull, dëgjoj. Faleminderit shumë. Ti ke nevojë të riparohesh i tërë, jo vetëm kokën. Nëse. Ja kështu. Ka i deshe? Jo, kam akoma. Mund të premtoj, unë sinqerisht po të them që të ndajmë gjithë natën sot. Që unë tani do ta lë spektaklin dhe prezantoj vetë po duash. Po s'më duhet më ik nga spektakli, do prezantoj këngët. Do të prezantoj edhe këngë. Këndon Besa Xhelili. Oh. Akademinë e Arteve Dega Kanto në vitin e parë. Kjo është në Traina Gerta dhe është nga fansët e mirë. Besa që e vogël e ka patur kanton me shumë pasion dhe ka marrë pjesë në shumë koncerte. Megjithatë në koncertin Këngët e Stinës është hera e parë për të që merr pjesë. Ndaj unë dua t'ju uroj asaj suksese të mëtejshme. Atëre titulli këngës. Jeto momentin. Muzika Edmond Mancaku. Teksti Edmond Mancaku. Orkestrimi Edmond Mancaku. Ej, ky që nga drejtori i Burgut. Këndon Besa Xhelili. Se të vjen një ditë të s'kemosh në mendosh, nëse ndjen nevojën qote të harrosh, pra pasyrës netët nostalgjia ti kujton. Vetëm më shkujdesu, për me stresit edhe zhurmës pa pushim, shkimi im që pezun veten, ende trupe pa kuptim. Në lokale, mbrëmje dhe në
Dhe të jetosh momente pranë në rinis në festivalin Këngët e Stinës 2001 nuk është gjë e pakët. Do të thotë jetosh me emocionet të forta, impulsivitet, me rini, çdo gjë është e pranueshme, është e këndshme, është e bukur. Një duar trokitje rinis pra. Dhe pikërisht në këtë moment, unë ftoj këngëtaren Ilda Mërkuri. Ildës, kam ardhur këtu për t'i hequr emocionet Ildës, me qënë se ajo është e për e vogël 14 vjeç dhe merr pjesë për herë të parë në këtë festival. Ju uroj në emër të familjes suksese. Kristi, do bërtas. Çfarë the? Do bërtas. U çmendë? Jo, më nuk u çmenda, do bërtas, mor ta marrim. Ta marrim vesh të tërë se kush e ka bërë muzikën dhe orkestrimin. Alban Male dhe tekstin Alban Çoniku. Pra Ilda Mërkuri do të bërtasi. Titulli i këngës që Ilda Mërkuri do të këndojë është Do bërtas. Është e vërtetë që Ilda do të bërtas. Por do të më lejoni të nderuar spektatorë dhe telespektatorë të detajoj një fakt që Ilda Mërkuri është këngëtarja më e re e festivalit. Është vetëm 14 vjeç dhe merr pjesë për herë të parë në festivalin Këngët e Stinës 2001. Ja vlen ta presim një duar trokitje, të gjithë kanë emocione për herë të parë, apo jo? Ilda, do të pyes për diçka zemër. Në çfarë klase je? Në të tetën. Në të tetën. Besoj që duhet jeni në sezon provimesh? Sigurisht që po. Kur e ke provimin e parë? Provimin e parë kam i datë 11. 11 qershor? Ditën e ditëlindjes sime. Një mrekulli e vërtet Kristi, urime dhe 100. Faleminderit dhe në datën, do të thënë në datën 11 qershor, të gjithë 4 anjosët dhe 10 anjosët e Shqipërisë do të fillojnë fazën e parë të provimeve të lirimit dhe jam shumë i sigurt që ata do të bërtasin me forcë pasi mbarojnë provimet e tyre, se gjithë kjo vap tani. Sigurisht që po. Atëherë le ta lëmë dhe Ilda Mërkurin të bërtas në këngën e saj Alternative.
Faleminderit, Linda. Do vërtas. Dhe çdo arsye është e mirë për të vërtitur, sidomos kur do të ftosh këngëtarin. Ai është Aurel Thëllimi. Jam student të vitin e 4, Parkantetës të Kantos. Këtë vit diplomohem në firmën e profesor Burani dhe Zustevit. Mora vesh me kënaqësi që Aureli do të këndojë në një festival të muzikës letë, dhe kjo është kënaqësi për mua sigurisht, megjithëse që unë nuk ja u kam sugjeruar studentëve mi të angazhohen në muzikë të letë për arsye të specifikës, megjithëse që Aureli ka dhunti edhe në këtë specifik, i uroj gjithmonë të mira. Njëkohësisht i uroj suksese në koncertin e soshëm, ku ai do të deputojë, por një herësh i uroj suksese edhe në një aktivitet ndërkombëtar që organizohet për të rinj këngëtarë muzikës letë në Poloni, një herësh u bëft një solist i mirë i teatrit, operës dhe baletit. Aurel, e dua diellin, sidomos kur vjen si këngë e kënduar nga ty, me tekst të Gert Qotës, muzikë të Elida Aslani dhe orkestrim të Edmond Rapit, e dua diellin akoma më shumë. E dua diellin Aurel Thëllimi. Dielli s'duket që ku shpresa nuk tretet kaq shpejt, mbetet e fundi për t'u humbur në jetë. Kjo ditë e zynë do të kalojë, dielli përsëri do të ndriçojë. Nga dalë koha, po kalon lagët e saj, ajo i mbulon. Mes nesh duket një shpresë e fundit që do të vdes. Duhet të shikosh sytë e qelli, të ndjesh brenda vetes dritën e diellit. Dielli s'duket që ku shpresa nuk tretet kaq shpejt, mbetet e fundi për t'u humbur në jetë. Kjo ditë e zynë do të kalojë, dielli përsëri do të ndriçojë. Nga dalë koha, po kalon lagët e saj, ajo i mbulon. Mes nesh duket një shpresë e fundit që do të vdes. Duhet të shikosh sytë e qelli, të ndjesh brenda vetes dritën e diellit.
Aurel Thëllimi me këngën Unë e dua diellin. Me të gjitha efektet që ai krijon. Më ka rënë shpesh rasti të kërkoj ndonjë opinion të gjithë të huajve që vinë në Shqipëri, atyre që kam pasur mundësi të takoj, dhe i kam pyetur me shumë kuriozitet, si u duket Shqipëria, u kam thënë. Dhe ata thonë, e duam Shqipërinë, e dashurojmë Shqipërinë, po përse i kam thënë? Për shkëlqimin e diellit që ka, dielli këtu në Shqipëri shkëlqen shumë bukur. Është shumë i nxehtë, ashtu siç janë dhe njerëzit. Edhe njerëzit në Shqipëri i duam se janë impulsiv, janë të nxehtë, si vetë dielli që shkëlqen në Shqipëri. Gjithashtu dikur kam lexuar një frazë interesante që mua më ka mbetur në mendje dhe do doja tua thoja juve, e cila thot pikërisht kështu. Kam nevojë për ty si për një rrezë dielli, e cila shpesh herë më ngroh, por shpesh herë dhe më djeg. Dhe sa herë që më ka rënë rasti për të zgjuar herët në mëngjes që pak dhirë, gjëja e parë që kam pasur dëshirë për të bërë ishte të ktheja një herë kokën nga dajti, dhe të shikoja shkëlqimin e parë të rrezëve të para të diellit dhe për të shijuar atë efekt të magjishëm që krijon dielli në momentin e tij të parë të lindjes. Ky efekt quhet aurorë. Dhe unë tani këtu në skenë dua pikërisht të ftoj njëra nga ato rreze të aurorës, e cila quhet Aurora Qazimi. Si të shihni jam mes mish, mes shoqeve dhe shokëve të mi të klasës, sepse unë studioj në vitin e 4 të shkollës gjuhëve të huaja Dega Frëngjisht. Urojmë Aurorës suksese të mëtejshme, të ketë sa më shumë pjesëmarrje në koncerte të ndryshme, pasi siç e dim, Aurora nuk ka vetëm talent në këngë, por ka talent edhe në poezi. Ajo shkruan shumë bukur dhe reciton shumë bukur. Aurora Qazimi do të këndojë një këngë me një titull shumë konciz, shumë të shkurtër, shumë të saktë. Ne. Muzika Dorian Gjoni, teksti Aurora Qazimi, orkestroi Dorian Gjoni, këndon pra Aurora Qazimi. Sukses Aurora.
nuk është e bukur vetëm kur këndohet. Ajo është e bukur edhe kur kërcehet. Aq më tepër kur koreografia është nga François Aimar. Faleminderit, një duar trokitje për François Aimar. Me trup të baletit Akademia e Baletit, sapo ka mbaruar vitin e 4 dhe para disa ditësh janë diplomuar, ju urojmë dhe sukseset më teshme. Ne me shumë kënaqësi do t'jemi pranë imazheve dhe pranë lëvizjeve ritmike të koreografisë së François Aimar, Akademia e Baletit. Ishin pra nxënësit e baletit me këtë numër interesant koreografik. Grupi që do fut tani në skenë quhet Forever Friends, që në shqip do thot përjetësisht miq. Është një emër shumë interesant. Është një emër interesant, i cili na tregon neve se ne do të mbetemi përgjithmonë miq, edhe pasi ta mbarojmë të spektakël, edhe pasi ju të na dhuroni duar trokitje, edhe pasi ne të mbarojmë konkursin, ne do të mbetemi përsëri përgjithmonë miq. Beni, Tori, Klodi, marrim pjesë për të parë në këngët e Sinës. Kemi nevojë për duar trokitjet tuaja. Na do të trokisni. Forever Friends. Titulli i këngës është Koha po vrapon. Muzika Forever Friends,
teksti Ledi Akonomi, orkestroi Dorian Gjoni dhe le të dëgjojmë grupin Forever Friends në rrimën hip hop. Jam rritu tashmë, e s'jam më fëmi me ëndrët të gjepa, e si i marë, por gjepat janë shpuar, ëndrët më kanë dalë, s'kam kohë të ëndërroj, shpresën se një farë, s'arritët të përpon, kjo jetë më katare, s'arritëm në përpur, kjo jetë po më mbyt, nata vjen që shkrit, e thojt mi vë në vit, dikush pas ka bukur, dikush është plakur shumë, shpejt si ato, do të jem dhe unë, mendoj shpesh kështu, e gjumës vë në sy, me gjithë se i ri, nuk je me i ri, po më driven, sytë shfarës për shumë, as jetën ti me jo, ato nuk po njohin. Koha po vrapon, koha po largohet, sa më shumë shtyje dhije, aq më shumë afrohet. Nuk ka më njerëz, gjej vetëm kullor, me maska të qeshura veshin vetëm to. Nërsa e jam një ditë në këtë lagje të mirë, sy të trisht të zemruar bashkë me një herë. Një lypër në një qoshe mba në duar një fëmijë, prindorën e thot, se është si ty njeri. Por ne nuk kemi shpirt, ne s'kemi fare zemë, të pare në dorë, po duam edhe emër. Kemi sy për shumë, s'themi asnjë fjalë, në një cire po ves, ka helmi ai djalë. Pastaj rrotullohem e jetën në sy shok, fikso, moso, por ku mos e mallkon. Nëse do të zosh, nëse vjen një ditë dhe si pa e kuptuar, kalon dhe një vit. Me ëndrët në gjepa, e si i marë, kjo jetë po më mbyt, por drët më kanë dalë. Po bravo, po më se më kohë. Po bravo. Dhe vërtet, koha po vrapon. Dhe ne nuk e ndjejmë, sepse në ritme të rinore, koha nuk ndihet. Ajo vrapon dhe ne themi, sa shpejt arrita deri këtu. Këngëtarja që do të prezantohet tani nuk e ka për herë të parë paraqitje në një festival. Por dhe ka rastisur që dhe herën e parë që është prezantuar përpara publikut, e kam prezantuar unë. Ajo është Ajola Xoxa. Jam mësuese në vitin e 3 të shkollës Petronini Luarasi. Është hera e parë që marr pjesë në Këngët e Stinës 2001 dhe besoj se kjo eksperiencë do të jetë goxha. Siç e shikoni, përderisa mami dhe babi nuk më lënë shumë të dal vetëm, vendosa ti marr me vete babi Adi dhe mami Viola. Sigurisht, krahas shakave, ne jemi dy shokut më të ngushtë Ajolës, te qendra rinore. Dhe çfarë më pëlqen më shumë te Ajola është se përveç zërit të saj të mrekullueshëm, ajo i bie shumë kurritarës, ditë kërcej dhe të pikturon në mënyrë fantastike. Ju urojmë sukses Ajolës. Një duar trokitje për mua.
që titullohet Ajër. Tekstin e ke bërë ti, pra tekstin e ka bërë Ajola Xhoxha, muzikën Voltan Prodani, orkestrimin Dorian Gjoni. Dëgjojmë pra që do të ketë në Ajër, kënduar nga Ajola Xhoxha.
imagjinuar dy figura në ajër, të bardha, ëngjëj, më mbrojnë. Këtë herë ëngjëjt nuk më vinë nga ajri, më vinë nga Prishtina dhe janë etno ëngjëjt. What's up, përshëndetje, Tunga Genci. Tunga Midoti. Përshëndetje për të gjithë fansat Shqipërinë në Kosovë dhe etno. Peace, peace. Peace. Etno ëngjëjt vinë me një këngë që e ka titullin Etno. Tekst të Genc Prelvukaj, muzikë dhe orkestrim Naim Krasniqi. Etno ëngjëjt! Si grof monte për sërinë sa unë me ty femra që më rrinë përbi të të vashën në krah dhe të kila në dorë kondomë për më arë që në nuk i kom për dorë peshire në krah dhe më pas në vendin tim në ndhomën time të punës që figurën simboli e të fucking angel me ndërmi që janë shuar për u kthyer për sërinë në tokën e tërhuar do të jem aktual me ju deri për fundim kundër atyre që aktivizojnë të bimin tim në rrugët e mia tani çdo që kam marrë funda skundështare që i pata tani nuk i shoh as kunda tje ku ndodhem unë Më shko të preferoj Gangsta Life, B.I.D.H. Këtoj posedoj me lezet Rritin hashin getët merën edhe jetën e posedoj edhe etnon që të lidhët me të B.I.D.H. Etno çdo që qëndohet dhe ta për meje Etno çdo që silë dhe ta për teje Etno në këtë botë të pakuptim Etno kë është simboli im Etno çdo që silë dhe ta për teje Etno çdo që qëndohet dhe ta për meje Etno në këtë jetë të pakuptim Etno kë është tregimi im Femrat e në gjirin tem, sex on the beach Prapim thema stilit tema në kazino me gjithë në gjus Smoke you weed për të ri dhe e di ku sheni ju mire di ku sheti Mos e mshef etnon, tradita lidhet me ty Etno gjithë në rëthon, si kur mua edhe ty Ti harove se ku she, larga fejnë tjeton Dhe atje larg ku je, diçka etno të pushton Po kthehem për një qast në problemin jo kaj Do të jesh banal, që të jesh pak real Në rast formal, kur flas se ku jam gjykoj drejt Do të basuar në islam Në për rrugët e mija ti kalën e siguruar Sigurim televiziv me transport të blinduar Dersa unë vazhdoj të shikoj ka ndryshimi Po prapat një kohoj më vjen etno përfundimi Etno çdo që qëndohet dhe ta për meje Etno çdo që silë dhe ta për teje Etno në këtë botë të pakuptim Etno kë është simboli im Etno çdo që silë dhe ta për teje Etno çdo që qëndohet dhe ta për meje Etno në këtë jetë të pakuptim Etno kë është tregimi im Me një gjoj të fjallë si MCM për shëri Kabri nona gjinë në gjus një grafit double E Me flamur në shtiz Kthejem në vendin tim tek njerëzit e mi Ku së me femri im Në rrugët e lidis rreziku shihet me sy Zona ime vert merë herë për ty Etno fucking angel Me ndo që janë harruar je revoltuar në zonën time Andaj të kemi shuar Një porës si brutale dhe likudim nga pas Me një porës si të vet me don't fuck with us Jemi këtu prap Për me një sound të ri Të dhe jemi përsëri Por me tjetër strategji Atje ku unë mbretroj Mos shko të preferoj Rreziku në jetës soundin Diçka tabu posedoj Etno lindja, etno jeta, etno ritmi, etno amshimi Etno kalipsa, etno imazhi dhe etno përfundimi Etno çdo që qëndohet dhe ta për meje Etno çdo që silë dhe ta për teje Etno në këtë botë të pakuptim Etno kë është simboli im Etno çdo që silë dhe ta për teje Etno çdo që qëndohet dhe ta për meje Etno në këtë jetë të pakuptim Etno kë është tregimi im Nuk janë i vetmi grup që vinë nga Prishtina, me gjithatë për mëtej ju do të njoftoheni në netët që do të vinë, sepse ka dhe një tjetër grup që vjen nga Prishtina për këtë festival, sikur se dhe dy këngëtare mjaft simpatike, jo! Au lodhet! Po, mor po! Au qmendet! Po, mor po! A punoni? Jo, mor jo! Simfoni e ritmitin Simfoni e ritmitin Ore, zotri, të lutem shumë, zotri! Zotri!
Simfoni e ritmitimi. Zotri, ju lutem shumë, kemi nevojë që... Po të doni, këndoni, po të doni, shkoni, po të doni edhe mund qëndrani, po të doni, shkoni, po të doni, shkoni, po të doni, shkoni, edhe mund qëndrani. Ore, Zotri, të lutem shumë, Zotri, mos të aprish një ecurin e festivalit, Po të doni, shkoni, po të doni, qëndoni, po të doni, shkoni, po të doni, qëndoni. Ka ardhur një Zotri që pretendon se Çoço është. Kush jeni ju, lutem shumë? Që janë këto këngë që këndoni? Si mor që janë këto këngët e rinis? Këto janë këngët e rinis. Vërtita pozisi në kohën e Gjergjele Salisë. Po vlet për Kristin, pa i quhet shpikës muzike. Nga këto këngë që bën Krisi, unë bëjnë 10 në ditë, për vërtita pozin, vërtita pozin, Hajde të vërtita dëgjojmë pozin, njerë, hajde të dëgjojmë njerë, hajde. Si do ishte sipas mënyrës tënde një këngë e mirë kënduar dhe e mirë bërë? Mbaj këto. Urdhro, Zotri. Simfoni e ritmi tonë, dua më shumë Shqipërinë. Simfoni e ritmi tonë, dua më shumë o Shqipërinë. Ja kështu. Kjo ishte kënga. Ore, di çfarë, po më shijon më shumë të punoj me ty. Përse qartë, dhe mo të vijë. Ati Kristi shtuke që këtu se... Po që ta bëjmë tamam. Po. E di ç'ke prezanto dhe një këngë ti dhe Kristin e heqim kështu automatikisht hikën. Po pa më thënë ti, unë do prezantoj. Po prezanto, hajde, të lutem. Çfarë njeriu, ja, artist. Këndon? Blerta Golli. Jo, në qik më mirë. Këndon Blerta Golli. Edhe njëherë të lutem për atrin tim, po bëje mirë të herë që të hiki Kristi. Këndon Blerta Golli. Marr pjesë për të parë në këtë festival. Adhuroj dhe muzikë popullore. Por sonte në këtë mbrëmje dua të dalë sa më mirë. Titulli Jetë e largët. Muzika Fabian Aslani. Teksti Klodi Sheu. Orkestroj Fabian Aslani. Këndon Blerta Golli.
ishte Blerta Agolli me këngën e saj interesante. Grupi që kam kënaqësinë të prezantoj tani është një grup shumë i njohur, ka shumë fansa në gjithë Shqipërinë. Ata quhen The Dreams. The Dreams. Flori është shumë romantik dhe i pëlqen shumë natyra e natës. Oh! Jam romantik, po ti pëlqen parfumeve, mos haro. Dhe unë jam i shkondër pas parfumeve. Nuk duhet haruar që edhe Riosi është i apasionuar mbas kafshëve. Mos haro se gjithashtu edhe ti je i apasionuar mbas logëve. Pra, është grupi The Dreams, të cilët presin për të kënduar këngën e tyre. Ata kanë një të kaluar artistike për të pasur në konsiderat, janë fituesit e çmimit të verës në një festival të organizuar në Durrës, më pas janë fituesit e çmimit të publikut në njërin nga edicionet e festivalit Kënga Magjike, dhe sot me sa ne shikojmë ata vinë të shoqëruar nga 5 instrumentistë profesionistë dhe nga 2 këngëtare simpatike, Irida dhe Ulpiana, të cilat studiojnë për kanto në liceun artistik. Grupi The Dreams do të prezantohet sot me një eksperiment të tyre të parë në rrymën hip hop soul. Përjetësisht miku yt. Muzika Florian Mumajesi, teksti Florian Mumajesi, orkestroi Genti Lako, këndojnë për ju këngën përjetësisht miku yt, grupi The Dreams, edhe unë përjetësisht miku juaj. Suksese!
përjetësisht miku yt. Dhe Dreams, përjetësisht miku yt. Dhe unë do të kisha shumë dëshirë që dhe këngëtarja që tani do të vi për para jush të mbeste përjetësisht mikesha ime. Ajo është Jonida Malishi. Unë jam mësuar të shikoj Jonidën si këngëtare të muzikës lehtë, si këngëtare të muzikës klasike. Duke parë se pasioni i saj është tek muzika lehtë, dhe uroja shumë suksese aty. Dhe për më tepër, dhe uroja shumë fat në festivalin e fundit Këngët e Stinës. Jonida Malishi. A e di ti, Jonida, se muzikën dhe orkestrimin e këngës që ti do të këndosh e ka bërë Adrian Hila? Po, e di. E di ti që tekstin e këngës që ti do të këndosh e ka bërë Jorgo Papingji? Po si se di? Po që kënga që ti do të këndosh tani e mban titullin E di. E di ti? Po. Dhe që do ta këndosh ti, e di? Po sigurisht. E di, Jonida Malishi. Do t'i puthun më buzët e tua, se zjari pari dashuris tani t'u shua. Unë e di fort mire di, emrat që shkruam në një pem tani u shua. Ëndra që thurëm u bëzoj që fluturua, yjet e natës që në ndrinin nu haruan. Unë e di dhe presto të hesh prap se pritja të kërkon, të ras dhe zorim përgjigjet si e unë në humbëtir ty të dëgjoj, e më shdukesh në përmjegu të takoj, ti mirash në shkretë të tir, e di. Se ato fjalë që thoshe djeta nis mi thua, se s'të kujtohet ajo këngë që u këndua, se dhe ti blu në sytë e tu turbullua. Unë e di dhe presto të hesh prap se pritja të kërkon, të ras dhe zorim përgjigjet si e unë ty të dëgjoj, e më shdukesh në përmjegu të takoj, ti mirash në shkretë të tir, e
Jonida Maliqi pra ishte këngëtarja e fundit e natës së sotme. Nesër do t'jenë edhe 15 këngëtarë të rinj, ndërkohë që në datën 9 qershor, dihet është nata finale, do debutojnë 18 këngëtarë. Dhe si që dini fare mirë në datat 7, 8 dhe 9 qershor. Stop, keni gabim, data 7 kaloj, atëre do t'a bëjmë kështu. 8 dhe 9 qershor. 8 dhe 9 qershor. 8 dhe 9 qershor. Ne do të jemi sërish këtu, drejt për drejt nga sala e Pallatit të Kongreseve, pranë jush, pra në festivalin Këngët e Stinos 2001. Faleminderit, ju presim sërish nesër.